Mjeku me urdhër të prerë, para se ta hani kos në mëngjes, urgjent duhet ta dëgjoni këtë lajm. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit më të konsumuara nga shqiptarët. Ai nuk është kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra të shijshme dhe të thjeshta. Kosi mund të hahet me të ëmbla, me të kripura në mëngjes, në drekë, por edhe në darkë, për një vakt të lehtë, gjithashtu edhe shumë ushqyes në dobi të organizmit tuaj. Kosi është i pasur me minerale të tilla siç është kaliumi, kalciumi, magnezi, vitamina B2 dhe vitamina B12. Në këtë video, sipas Healthline, do të mësoni vlerat kryesore që kosi do t'i ofrojë organizmit tuaj dhe pse duhet ta konsumoni në mëngjes ose edhe në çdo vakt të ditës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kosi i konsumuar në mëngjes do të përmirësojë sistemin tuaj tretës. Kosi përmirëson tretjen tuaj dhe konsumi ditor i tij vazhdimisht në mëngjes mbron gjithashtu sistemin tuaj tretës edhe nga toksinat, gjithashtu edhe nga bakteriet. Ai mund ta qetësojë fare lehtë edhe organizmin tuaj, sidomos nga sistemet e rënduara inflamatore që shkaktojnë dëme të mëdha të organizmit. Kosi i konsumuar në mëngjes do të përmirësojë gjithashtu imunitetin tuaj. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin dhe ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi do të përmbajë minerale të tilla si zinku, magnezi dhe seleniumi, të cilat janë shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore, citon Healthline. Kosi është i mirë edhe për tensionin e gjakut. Sipas të dhënave, kaliumi të kosit do të ndihmojë në eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi juaj. Në këtë mënyrë kosi ndihmon në uljen e niveleve të larta të tensionit dhe përmirëson gjithashtu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Kosi është një mburojë shumë e mirë e organizmit edhe kundër problemeve të infeksioneve. Kosi është veçanërisht një aleat shumë i mirë i grave dhe parandalon gjithashtu edhe mykun dhe infeksionet e tyre. Kosi përmban laktobacile, baktere të cilat frenojnë rritjen e infeksioneve dhe të mykut në organizëm. Kosi është një aleat shumë i mirë i organizmit tuaj edhe për të pasur kocka më të forta. Një filxhan me kosi konsumuar në mëngjes do të ofrojë të paktën 275 mg kalcium. Në këtë arsye, kosi konsumuar në mëngjes do t'i ofrojë kockave tuaja mineralet e kalciumit shumë të rëndësishme për fuqizimin e tyre. Kosi është i pasur me bakterie të mira që mbrojnë stomakun. Kosi përmban probiotik që eliminojnë mikroorganizmat në sistemin tuaj tretës. Në rast se vuani nga fryrja e stomakut ose diarreja, është e këshillueshme që të hani kos në mëngjes. Kosi është një ushqim shumë i mirë edhe pas aktiviteteve tuaja fizike. Proteinat që gjenden te kosi i japin muskujve aminoacidet që u duhen atyre për të rrimë këmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit do të jetë në rënje, por kosi do të ndihmojë në rikthimin e tij. Në rast se doni të përfitoni më shumë në këtë aspekt, shtoni kosin në dietën tuaj. Kosi është një produkt fantastik i organizmit edhe në betejën kundër alergjive. Persona të cilët kanë alergji nga ushqime të ndryshme mund të shtojnë kosin pa frikë në rutinën e tyre të konsumit ditor. Sipas studimeve të cilave u referohemi sipas health.com, të vegjëlit që ushqehen me kos rregullisht janë më pak të riskuar nga problemet e alergjive stinore. Kosi është një ushqim shumë i mirë i organizmit tuaj edhe për personat që duan të humbasin kilogramët e tepërt. Kosi përmban vetëm pak kalori, por më tepër, falë konsumit të kosit në mënyrë të rregullt, qelizat e yndyrës prodhojnë më pak kortizol, gjë që nxit organizmin të humbas gjithashtu edhe më shumë kilogram. Kosi gjithashtu është shumë i mirë për shëndetin tuaj të dhëmbëve. Ai përmban acidet laktik që i mbron mishrat e dhëmbëve nga mbetjet ushqimore dhe bakteriet, dhe përfshirja e kosit në dietën tuaj sipas Healthline mund të jetë një mburojë shumë e mirë e shëndetit tuaj dentar. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit nga më të konsumuara nga shqiptarët.
Ai mund t'jap trupit tuaj shumë përfitime për sa kohë që konsumohet pa përmbajtje të aditive të ndryshëm ose ëmbëlsuesve siç është edhe sheqeri. Ndaj konsumi kosi në dietën tuaj sigurisht që do t'jetë një mburojë e mirë edhe për humbjen e kilogramëve të tepërt. Për disa, dëshira për të humbur në peshë mund t'i bëjë ata që të kthehen në çdo lloj zgjedhje, qoftë një ushtrim ndërtues në palestër ose vëzhgimi i dietës së tyre, ose zakonisht i kombinimi i këtyre të dyjave. Sa i përket dietës më të shëndetshme, kosi nuk është i rastësishëm në programet dietike dhe përfshirja e kosit në dietën tuaj është një mundësi më e mirë që të qëndroni të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore dhe ta keni më të lehtë të humbisni kilogramë të tepërt. Kosi është i mirë për shëndetin e zorrës. Shëndeti i zorrës është diçka për të cilën nuk mendoni shpesh, por është thelbësor për të mbajtur një mënyrë jetese të përgjithshme dhe të shëndetshme. Zorrët tona janë përgjegjëse për tretjen e ushqimeve dhe thithjen e lëndëve të tyre ushqyese, ndaj është shumë thelbësore që ato të funksionojnë si duhet. Një gjë që mund të ndihmojë në këtë proces është edhe konsumi i kosit. Falë elementëve probiotik që ai përmban, do të përmirësojë gjithashtu sistemin tuaj tretës dhe do të lehtësojë problemet e zorrëve. Kosi është një produkt fantastik i shtuar në dietën tuaj për të pasur edhe kocka më të forta dhe më të shëndetshme. Ekspertët e cilësojnë kosin si një prej ushqimeve të cilat nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj, pasi vetëm kështu do të merrni përfitimet e tyre. Shtimi i kosit në dietën tuaj mund të jetë një proces shumë i mirë ndërtues për kockat dhe lehtësimin e tyre. Kosi është një produkt shumë i mirë i personave që vuajnë nga osteoporoza, sepse do t'i jap atyre mineralet e duhura për të pasur një sistem kockor më të fortë dhe më të shëndetshëm. Kosi do të përmirësojë humorin tuaj. Në mes të streseve të punës ose edhe gjendjeve të ndryshme të trishtimit, kosi mund të ndryshojë humorin tuaj. Pra, sa herë që ndiheni të vetmuar ose të trishtuar, shtimi i kosit pa aditiv ose pa yndyrna të ndryshme ose sheqerna mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese në situatën tuaj. Prandaj, shtimi i tij në dietën e përgjithshme mund të jetë një aleat shumë i mirë kundër luhatjeve të humorit. Nëse doni të përmirësoni sistemin imunitar, shtimi i kosit në dietën tuaj gjithashtu mund të jetë aleati më i mirë. Në ditët e sotme, është më e rëndësishme se kur të kemi një sistem imunitar më të fortë dhe gjithashtu edhe më të shëndetshëm. Kjo do të arrihet përmes proceseve të duhura ushqyese, duke ngrënë kos çdo ditë. Ju mund të përmirësoni traktin gastrointestinal dhe bakteriet të shëndetshme. Këto bakterie të shëndetshme parandalojnë gjithashtu mbizotrimin e atyre të këqija, gjë që çon në përmirësim më të mirë të shëndetit të nyjeve dhe forcimin e kockave. Por duhet të keni kujdes kur e konsumoni kosin. Konsumi i përditshëm i kosit, përveç të mirave që mund të ketë, ka edhe efektet e tij negative, si për shembull, konsumi i tepërt i sheqerit në shtimin e kosit. Ekspertët këshillojnë që, nëse zgjidhni të konsumoni kos në dietën tuaj të përgjithshme, mos i shtoni atij sheqer ose ëmbëlsues të ndryshëm artificial. Një dizavantazh i kosit është se mund të gjenden në treg në marka të njohura, i cili mund të përmbajë shumë sheqer dhe yndyrë. Pra, nëse nuk jeni të sigurt se kosi që po konsumoni është i duhur për ju, mund ta përgatisni vetë në kushte shtëpie për të marrë vlerat e tij ushqyese dhe për të evituar gjithashtu komplikacione në organizëm. Ekspertët këshillojnë konsumin e kosit si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Për sa kohë ai nuk përmban shtesa të yndyrnave të tepërta dhe ëmbëlsueseve artificial ose kriprave të ndryshme, mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj. Ndaj, nëse doni të përfshini kosin në dietën tuaj, sigurohuni ta konsumoni brenda sasive të lejuara, mos i shtoni aditiv ëmbëlsues dhe gjithashtu edhe përmbajtje të larta të yndyrnave dhe të kriprave. Vetëm kështu do të merrni përfitimet e tij ushqyese më të rëndësishme në dobi të organizmit tuaj dhe jo vetëm. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.